rajoni dhe Europa të gjithë në protesta. Por ato që ndodhin në Shqipëri nuk kanë ndodhur atje. Si mundet që shqiptarët që protestuan në 21 janar për 700.000 euro, që Beli thot jepja 700 miliona atij plerës, Carlo Bolinës që të llapangjoset për qeverinë, si diku që bënde sondazhe, a ka bërë mirë Bashkia e Tiranës që ka vënë stola në Tiranë? Apo që kanë mbjellur 55 mimoza? Kështu pyetja është, çfarë do duhet të ndodhi në Shqipëri që të ngrihet ai popull në këtë maraz? Sepse këto janë ditëzie për Shqipërinë. Po dalin me zë me figurë hajdutët miliarder me euro në një vend të vogël. Dhe ne kemi marrë rrugët në Arati dhe nuk gëzon njeri. Çudi e madhe të bëhet një protest ka më shumë polic dhe gazetar se sa protestues të ndershëm që kërkojnë të drejtat minimale të jetës.